Në bashkinë Shkodër, gjatë natës ka patur rreshje dëbore në zonat malore, ku në qafthore ka rreth 20 cm borë. Rruga është e kalueshme pasi mjetet borpastruese kanë vjuar punën gjatë natës për mbajtjen hapur të saj. Sipas informacioneve të administruara nga Drejtoria Vendore e Rrugëve, momentalisht nuk paraqiten probleme në akset që mbulon kjo drejtori. Qarkullimi në zonat malore bëhet me goma dimërore. Në aksin Kir-Shosh është bërë mundur gjatë natës hapja e rrugës nga firmat kontraktuese. Në bashkinë e Fusharës, si gjatë natës ka patur rreshje dëbore me intensitet mesatar. Segmentet rrugore Bardhet-Iballe, Bardhet-Qafshllak dhe Fusharës-Fiers janë të kalueshme, por duhet përdorimi i pajisjeve dimërore për përdoruesit e rrugëve. Trashësia e dëborës në Qafmali arrin në 10 cm, po punohet nga kontraktorët për stabilizimin e situatës. Nga emergjenca civile në bashkitë Malësi e Madhe, Vaudez dhe Puk nuk raportohen problematika.